Mirëmëngjes dhe përshëndetje miq. Jemi bashkë, takohemi në këtë javë të re, po e quaj unë kështu, sepse është dita e dytë e marçit, data 29 prill 2025. Jemi si çdo ditë nga hëna në të premte prej orës 7 deri në orën 9 me një shkputje të vogël ditën e dieshme, e mirëkuptueshme për arsyet që kisha, megjithatë ju falenderoj. Jam mirë, sikundër edhe e shikoni. Ora 7 do të jemi së bashku deri në orën 8:50, fillimisht duke u njohur me disa prej zhvillimeve kryesore të orëve të fundit, dhe do të kemi pas pak minutash në pjesën e komunikimit me ju diku rreth orës 7:15 dhe deri në përfundimin e emisionit. Me lajmet nga vendi në oranews.tv, Shqipëria në BE brenda vitit 2027, komisionerja për zgjerimin Marta Kos dështim nëse nuk antarësohen brenda mandatit tim. KSZ urdhëron mbylljen e zyrave zgjedhore të disa subjekteve në kundërshtim me ligjin. Media italiane La Stampa, 16 emigrantë janë zhdukur nga kampi i Gjadrit në Shqipëri. Trafikuan 10 pistoleta e kol special. Dosja me 4 persona të pandehur dërgohet në gjykatë. Më pak aksidente, më shumë viktima, shkeljet më të shumta u kryen nga drejtuesit 35 deri në 44 vjeç. Ndërdoi pale, pavarësisht vendimit të IMT-s, prokuroria Gjirokastër jep masa sigurie për ndërtuesin dhe ekspertin, sekuestrohet hoteli. Elezi ishte iniciativa e Kroacisë për marrëveshje me Shqipërinë dhe Kosovën për prodhimin e municioneve. Zgjedhjet e 11 majit regjistrohen 14 kallëzime në prokurorinë me jurisdiksion të përgjithshëm. Kreu i rrugores në Burg SPAK sekuestron pamjet filmike të kamerave të bllokut të Burgut për të parë. Kryente veprimet të palishme për procesin zgjedhor, procedohet në gjendje të lirë 59 vjeçari në Fier. Ndrogë me post nga Shtetet e Bashkuara, prokuroria zbulon 8 raste brenda muajit, sekuestrohen mbi 15 kg lëndë narkotike. Savegjici apelon vendimin që refuzoi lirinë e tij para kohe, ekspertët mjekësor do të përcaktojnë gjendjen shëndetësore. Ndodh në Fier dhëndri dhe vjera, kaven për flokësh. Video zbulohen sera me dron vaun e Dejës, azilsohen 2200 bim kanabis. Atentati ndaj 58 vjeçarit në Vlorë, zbardhet pista kryesore e hetimeve, viktima kishte marrë kërcenime. Erdhi nga Athina me hashash në xhep, procedohet 34 vjeçari në Korçë. Avokatët kërkuan audiot e seancave, shtyhet gjyqi në apel ndaj biznesmenit italian Beketi. Pamja aksidenti rënd në aksin Lezhë. Plagosen 5 persona. Tentoi të kontrabandonte cigare, arrestohet në portin e Durrësit 28 vjeçari. Atentati në Vlorë, ky është roja që humbi jetën. Vrasja e rojës në Vlorë, partnerja mendova se ishin fishek zjarre, ai dilte ndonjëherë natën. Mashtrimi me telefon francezi boshatis llogaritë bankare të qindra shqiptarëve, arrestohet në një bankomat në Tiranë, ja skema. Shohim lajmin nga politika. Basha, Berisha $6 milion lobim në SBA, unë e bëra me parime e njohje, por më sulmuan. Basha, akoma në luftë për kreun e PD-s, vendimi për logon dhe vullën indikuar politikisht. Nuri, rreth 35 denoncime për krime zgjedhore në SPAK dhe prokurorit shumë pak të nisura vetë. Birën, premtimet elektorale shënojnë rekorde të reja absurditeti. Revelie, kapitulli mbyllur për PS-n, si e haruan socialistët kryebashkiaku në pak ditë. 16 emigrantë zhduken nga Gjadri. Vasili u paralajmërua që marrëveshja me Italinë do t'u shërbente trafikantëve. E denoncoi Këlliçi asfalti elektoral në 2023 mban firmën e arkitektit të PSD-s Azdiku. Richard Grenell dhe Donald Trump Jr. përgënjeshtrojnë lajmin për lobimin e Ramës në Shtetet e Bashkuara. Revolucion fiskal pas 11 majit, Berisha kompensim qindark për qindark të eksportuesit për rënje e euros. Dosja Partizani, rrëzohet kërkesa e Berishës për zvendësimin e gjyqtares Floriana Davidi. Rama ish uzina autotraktorëve, pjesë e industrisë ushtarake, stimulojmë edhe inovacionin.
Prokuroria e Tiranës merr në pyetje ministrin Erban Mjazdiku, ja për çfarë u thirr nga organi i akuzës. Që se u dot në partneritet me San Rafael, Rama shpall objektiva të kthehemi në pikë referimi për Ballkanin. Kalaja Irena me 3 mbiemra poshtë ligjin, së shpejti do publikojmë skandalin me vettingun e saj. Video fitoria po troket fuqishëm, Meta votori numër 1, Shqipëria madhështore është shumë pranë. Tabelat analiza e shifrave Korça, rënja e mandateve favorizon barazimin. Plasin Kuçov, Maliqi entuziazmuar nga mitingu i djeshëm, s'kemi parë gjë akoma, uragani fitores nuk ndalet. Kontrata 6 milionëshe, sa afër Trump ka mbritur Partia Demokratike. Seferi vota për koalicionin Euroatlantik në 11 maj, është vota për një Tiranë më të mirë. Balliu në ambiente sportive në Tiranë PD jep prioritet absolut sportit. Shqipëria madhështore, realitet në 12 maj. Programi ka 2 sulmime kryesore. Berisha në Bilisht, ne do të dyfishojmë investime në arsim dhe shëndetësi. Kontrata e lobimit për non grata PD reagon pasi SPAK nisi verifikimet, prokuroria e posaçme po përdoret. Meta video mesazh nga Burgu më 12 maj, Shqipëria madhështore, realiteti pakthyeshëm. Zgjedhjet 11 majit Islami. Duhet vendosim interesat e qytetarëve përpara interesave personale. Seferi marr energji nga secili prej jush që bashkëna nevojën për një ndryshim të madh në 11 maj. Berisha, programi i PD-ASHM ka 2 synime kryesore, rikthimin e parave të qytetarit dhe mundësi të re për çdo shqiptar. Projekcioni Shqipërisë 2030, 15.000 euro për frymë, Rama, do të hapim në Vlorë Akademinë e Aviacionit. Balluku nis transformimi strategjik i sektorit detar dhe ndërtimi i portit të ri industrial në Durrës. Shohim lajmin nga rajoni. Ligjvënësit plotësuan një nga kërkesat e tyre, studentët serb japin fund bllokadës para zyrës së transmetuesit publik. Kos normalizimi me Serbinë parakush për procesin antarësimit Kosovës në Bashkimin Evropian. Skandali pas uniformës së policisë, shantazhuese dhe punonjëse seksi në Dubai e Mykonos, kush është oficere që mbrohet nga shefat. Trafik kokaine me Sky ICC, arrestohet në Itali shqiptari i shpallur në kërkim. Mungesa e kuvendit, Kosova rrezikon fondet e BE-s për reformat. Zyre re postare në Leposavić Kurti, skam operator të palicensuar, tani kemi postën e Kosovës. Nuk ka me një makinë të vjedhur dhe substancë të baliqme, arrestohet 43 vjeçari shqiptar në Greqi. Shpërthim në një shtëpi lëndohen 3 persona. Pa gradime, zyrtarët policorë të Kosovës mbajnë pozita në të cilat s'janë emëruar. Shkruhet veterani i UÇK-s Naser Shala. Kosova lëshon fletë arrestim Ndera Dojqić për krime lufte. Hapet edhe një zyre postës Kosovës në Leposavić. Dokumentoi krimet serbe gjatë luftës. Natasha Kandić nderohet me çelësin e qytetit Prishtinës. Krizë politike në Kosovë, Isufi, jemi në një ngërç politik, duhet të dalim nga kjo situatë. 59 vjeçari në Greqi vjet portofoli një gruaje dhe tërheq mbi 10.000 euro nga bankomati. Kosova drejt implementimit të terapisë moderne për sëmundjen e radhë. Vučić, që baja shtym për herë të tretë sanksionet ndaj industrisë serbe të naftës, nuk ka tym të bardhë në Kosovë, dështon për herë të 7 tentativa për konstituimin e kuvendit. A do zgjidhet kryetari dhe në kryetarët? Trafik nga Tajlanda, një shqiptar dhe 2 grek në pranga, vlera arrin deri në 23.000 euro. Djali i presidentit të Shteteve të Bashkuara tur vizitash në vendet e ish bllokut lindor, Vučić
Këtë derë kemi përgatitur për Donald Trump Jr. Shohim live nga bota. India marrëveshje me Francën për blerjen e avionëve luftarak Rafale. Rikthehet energjia elektrike në disa zona të Madridit. Luftë në Ukrainë, Lavrov topi nuk është në fushën ruse, reagon Rubio e pa kuptim koha për t'i dhënë fund. Në SBA dhe Kinën në vështirësi të mëdha ekonomike, vendet e tjera po detyrohen të zgjidhin mes dy palëve. Ekspertja gjermane e NATO-s, Europa, Kanadaja dhe Ukraina duhet të zhvillojnë konceptin e tyre të sigurisë. Ndërprerja e pazakonte e energjisë elektrike në Spanjë dhe Portugali, fenomeni i rrallë atmosferik shkaktoi terrin. U kap me 2 milion euro amand paligjshme vetë, arrestohet shqiptari në Itali. Tani botën e drejtoi unë, intervista e rrallë e presidentit të Shteteve të Bashkuara, askush nuk më ndalon. Spanjë shpallet gjendje emergjencës pas ndërprerjes masive të energjisë elektrike. Të shtëna në Zvicër lëndohet një 31 vjeçar nga Kosova. Raftet bosh, radhë dhe mëdhanë bankomate, pika karburanti, paniku pushton spanjollët dhe portugezët pa energji elektrike. Trump synon Kanadan si shtetin e 51 të çmuar në ditën e zgjedhjeve. Frikë për luftë bërthamore, dy fuqi botërore por shkëmbejnë zjarr prej 4 ditësh. Ky është trishtim. Trump, presidenti më i papëlqyer i Shteteve të Bashkuara në 70 vjet. Hungari përjashtojnë 6 deputet opozitës pas protestës kundër ndalimit të paradës krenarisë. Provokimi i Putinit për Ukrainën nga data 8 deri në 11 maj asnjë përgjigje nga Kievi. Shohim në lajmin nga sporti. Media spanjolle hedhin bombën, Ancelotti largohet nga Reali, merr drejtimin e kombëtares legjendar. Luis Enrique shumë i tensionuar para ndeshjes së parë ndaj Arsenalit. Dëmtimi i rënd për Marcus Rashford, sezoni i tij mund të ketë përfunduar. Salah udhëhoqi Liverpoolin në drejt titullit. Tani synon një rekord historik. Parashikimi i superkompjuterit ja si ndahen shanset për fitimin e Championsit. Laporta feston kundër Realit, fitua me dinjitet, pa u mashtruar nga provokimet. Spanja paralizohet nga një blackout masiv në rrezik edhe Barcelona-Inter. Buffon që kur Napoli njoftoi emërimin e Contes, u bë favorit për titullin. Me zfushori spanjoll do t'jepja blerja e parë e merkatos verës, Arsenalin. Mik italian kundër Barcelonës nuk do t'jetë e lehtë, premtojnë maksimumin. Përballja për historinë Arsenal PSG për finalen e Championsit. Betejat e fundit të zonjës së vjetër, Lazio e Bologna sfidojnë për të marrë vendin e 4. Boks, Nubio Yrsik në 19 korrik në Wembley për unifikimin e 4 titujve në peshën e rëndë. Mungesa e Turan vlerësoi Interin, Inzaghi bën llogarit për Barcelonën, flik pa Lewandowskin. Champions League, Clement Turbin caktoi gjyqtar për takimin Barcelona-Inter. Bellingham dha gjithçka, por nuk mjaftoi, ka mbetur edhe 5 finale. Morata vetëm komplimente për skuadrën dhe trajnerin. Turam mund të kthehet kundër Barcelonës. Pulisic jam thirrur të jem vendimtar dhe Milani, ky trofeu është i rëndësishëm për ne. Video skandal në fushën e blertë, arbitri refuzon të shkojë në VAR, lojtarët braktisin ndeshjen. Këto ishin lajmet dhe zhvillimet kryesore të orëve të fundit që ne ja u përcjellim çdo ditë përmes faqes son the webit oranews.tv. Dhe është koha për të kthyer në studio, ora 7:15 minuta në hapësirën televizive të komunikimit me ju, si çdo ditë, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 9, edhe për takimin e kësaj martë të datës 29 prill. Jemi drejt për drejt në Oranews në Radio 96.7 MHz dhe në live stream në oranews.tv
do të jemi së bashku edhe sot në komunikim me ju nga ky moment, pra nga ora 7:15 deri në përfundim në orën 8:50 minuta, në numrat e përhershëm tashmë të kontakt 068 60 54 639 dhe 068 99 00008. Mirëmëngjes, telefonata e parë për sot. Alo? Alo? Mirëmëngjes. Përshëndetje. Shëndetje. Nga Vlora të flas. Urdhoni Vlora. Kam dalë në pension në dhjetor të 2013. Bukur. Edhe kam gjithsej 43 vite e 9 muaj punë. E kuptova. Marr pension 199.000 lekë. Dëgjoj pak dashur. Të shpjegoj se e kuptova pyetjen pa e bërë. Nuk marrë njëti pension që marrë në shokët e mi në njëtër vite. Edhe unë kam shtet, jo kooperativë. Dëgjoj pak i dashur. Domethënë, ju keni dalë me ligjin e vjetër në pension. Po. Që kishte një kufizim në njohjen e viteve, pra kishte një lloj tavani, i cili në 2014 pastaj është hequr. Dhe prandaj ndodh kjo me ju. Është diskutuar, jo kështu zyrtarisht po themi, por ka pasur diskutime sikur kjo do të rishikohet. Por deri më sot nuk është se ka diçka konkrete. Pra pavarësisht se ju mund kishit shumë vite. Gjë nga ligji 2014, po. Pavarësisht se ju keni pasur më shumë vite dhe pensioni duhet ishte më i lartë. Po. Juve është llogaritur vetëm një periudhë, po themi 35 vite. Po. Sepse aq ishte ajo e tavani. Dhe të tjerët pastaj që kanë dalë pas 2014-s, ju me të drejtë thoni pse duhet ta kenë më shumë se sa unë, ndërkohë që vitet i kemi njësoj. Po për shkak të reformës, kështu funksionon, unë shpresoj që kjo të mos vonohet dhe të ndërhyjet, sepse pa drejtësi është, por që deri më sot nuk është se ka një ndryshim konkret. Në një rrugë zgjidhje të bëj ndonjë kërkesë, ndonjë gjë nuk ka mundësi. Jo, i dashur, mos u lodh sepse kjo do të zgjidhet nëse do të ketë një vendim për ta rregulluar këtë handicap. Po, të falenderoj. Asgjë, të lutem. Faleminderit. Edhe juve ditë të bukur Vlora. Shkojmë telefonat tjetër, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Urdhroj dashur. Si jeni mirë? Mirë, si jeni? Faleminderit. Doja të pyesja nëse është bërë diçka ose ke patur mundësi për rastin e Landis së Tirankës? Për sa i përket certifikatit. E di dashur. Unë i kam bërë ato që duhem bërë për dhe të shohim tani. Dje nuk është se jam marrë këto ditë se kam pasur disa probleme, kështu që. Në rast se do kem një lajm, sido që ti do t'ja u përcjell personalisht. Shumë faleminderit. Asgjë dashur. Shpresojmë për mirë. Shpresojmë për mirë. Po pikërisht se për keq ju jeni, kështu që. Faleminderit edhe juve. Telefonata mirëmëngjesi. Reagua. Presim tjetër, mirëmëngjes. Alo. Alo. Shëndetje. Mirëmëngjes Klodi, për shkuara një. Faleminderit shumë. Jam nga Pogradeci. Kemi biseduar një ditë më përpara, po nuk ishe ti, ishte zonja tjetër edhe nuk fola. Po më thuaj. Për kempin me shprej 4 muaj në Korçë. Edhe nuk kam marrë përgjigje. Arsyen ku unë dokumentat i kam. Nëse ashtu do vi aty të sqaromin në Tiranë. I dashur më dëgjoj pak. Në momentin kur kjo e kempit dhe çdo lloj ndihme tjetër ndërpritet, shoqërohet me një arsye konkrete. Cila është në rastin tuaj? Unë jam me kemp të përhershëm, invalid pune nga miniera. Po nëse jeni përhershëm nuk hiqet kempi i përhershëm i dashur. Nuk e di. Doktori i Pogradecit, vajti shëgovi dosjen, te me ty të takon sa. Ta që kërkojnë instancat më të larta e kanë quar në Tiranë. Pse ta hoqën bra? Po, nuk e di. Po nuk të erdhi një vendim ty për heq? Unë jam me silikozën e minjerës, e kam marrë nga kempi e prorë në Tiranë. S'ka rëndësi, nuk çdo lloj kempi, çfarë lloj kategorie ose nuk e di unë se ku je ku e ke përfituar. Jam aksidituar, e shtuar në Tiranë një 1 vete. E kuptova pra. Sëmundje tradicionale. Po pra, këtë po ju shpjegoj që në momentin kur ndërpritet pagesa ose ky përfitim shoqërohet dhe me arsyeën se pse është bërë. Dhe kjo më vjen çudi. Ti shpjegoj, më tha më duke si me korrigjim, ajo është super koçës. Doktori më tha ti të takon sa ajo ka çuar gabimisht kartat në Tiranë. Se ke marrë për 4 muaj. 4 muaj, janar edhe prilin. Prilin mora rrobën, s'mora kempin. E 27.000 lekë të vitra, bëhet fjala. Shokët e mi kanë marrë. Do ma lësh një numër telefoni?
Po si? Më thuaj. 067 Po? 65 11 11 apo 12? 11, 2 mjesha. Po. 876. 876. Po, 876 në fund. Po, 876. Reshit Tora Selman Babaj. Jo, s'ka jeti se emrin ta bona herë e kaluar. Të përshëndesi dashur. Faleminderit. Gjithë mirë, ditë të mbarë për ju. Faleminderit shumë. Faleminderit. Do presim telefonat tjetër në këtë përfundim të pjesës parë të emisionit. Alo, përshëndetje. Urdhë? Okej. Mirë. Presim pak momente në 068 99 00 008 068 60 54639. Alo. Alo. Mëngjes. Mëngjes, me Klodin desha me fal pak. Po Klodi, jam urdhoni. Si kalove Klodi, çfarë Mirë, bëre? si jeni ju? Na shtat mirë. Mirë. Kemi komunikuar, domethënë para një 2 muajsh kemi komunikuar një 2-3 herë, kam nis një fotokopi, kam legalizimin e objektit, më los radhima dhe leje legalizimi, po nuk po mbien faturat për legalizimin e trullit. Më ka thënë që do të lajmëroj unë, ma ke marrë numrin të Cili rast të lutem? Po los radhima e ka, ultion radhima ta kam nisur nga Facebooku. Nga Facebooku? Po, Ta shoh ti. Messenger. Një moment. Ultion radhima. Ja, se s'po më përgjigje telefoni. A, po. Oltion. Iku. Po mirë, po I shkruaj këtu. Shkojmë telefonat tjetër? Alo, Alo, mirëmëngjesi. mirëmëngjesi, nuk gjohesh fare se flas nga Greqia, më fal. Po, përshëndetje. Përshëndetje. Tani un kam një problem, jam 65 vjeçe dhe për të dalë në pension i hodha kur ishe me Albania in Albania, çuni që është atje, se unë s'kam letra, kam 15 vjet që s'vi në Greqi, s'vi në Shqipëri. Edhe aty s'më dolën vitet e punës, unë nuk kam librezi, kam çut gjitha domethënë me afërsi ku I kam ato, se I kam pas të ngatruar, edhe më nxorën vetëm 7 vjet. Tani ky ligj I ri që ka dalë, mund t'i hedh prapun. Jo, s'ka Që duhet të t'i marrësh me gjyq. Çfarë moshe keni ju zoj? 65. Jo, ju me gjyq do t'i merrni në çdo rast. Me gjyq. Po, për fat keq po dashur. S'ka rrugë tjetër që t'i hedh prap me in Albania. Jo, zoj. Faleminderit. Të lutem, faleminderit dhe juve për telefonatën. Do të presim tjetër telefonues. Alo, përshëndetje. Alo, Klodi, si Po, kalove? Elton, e se të shkrova këtu se du shkëbut linja. Shiko, me kaq sa po shohun këtë gjën, që ke legal objekti. Shiko, kjo është gjysmë e mbaruar. Unë kam legalizim objekti, kam dhe leje legalizimi. Po. Nuk po mbien faturat e trullit, kam nis mi 6 kërkesa, kam nis aluezmit. E kuptova, Aldion, po në mesazh që më ke thënë para pa kohësh, ke thënë që nuk është legalizimi I trullit. Trulli nuk legalizohet. Po pra, po duhet mbien faturat që të marrë certifikatën e prodhimit. Pra certifikatën e prodhimit po më ke shkruar legalizimi. Shiko, në Albania I ke nuk ka gjë mos e vramendje. Faturat I ke kërkuar vetë edhe pse ato duhet të vinë? I kam nisur 3 shkresa, Çfarë përgjigje ke marrë? Përgjigje nuk më ka ardhur. Shkova edhe një herë interesova te Tirana deri te hipoteka, më thanë që të bëj një kërkesë me shkrim prap aty, domethënë te sektori juridik. I kam nis 3 shkresa para kësaj me postë, dhe 3 me noteja nis 6, e kupton? Do të thonë që do dali vëllkëmoja shpronësimit, ato nuk më japin një përgjigje të qartë. Shiko. Zona është 8120 si zonë te Tirana deri. Po mirë, ai është zonë me ish pronar. Se di si është, s'm kanë dhënë asnjë përgjigje aktuale. Okej, do ta japun përgjigjen sot, por gjithsesi paraprakisht po them këtë, që në rast është me ish pronar, rruga sa I hapet kur shpronsohet pronari, po nuk besoj që të jetë në I pashpronsuar, sepse një pjesë e konsiderueshme më shumë pak ka ngelur në informacionet që kam unë, më kupton? Problemi që ndron në këtë pikë, se ky si objekt është në emër të babait. Babai është moshë vjetër, e kupton? Edhe unë dua ta mbyll sa më shpejt, ta pajis me dokumente, e kupton? Por se po bëhet kjo lojë që s'po më japin një përgjigje të saktë. Me objektin e ke mbyllur, je në rregull. Kështu që domethënë lejen e legalizimit, edhe certifikatën e objektit. Po se I kam të përpara, ti I ke. I kam marrë të dy, domethënë nuk kam marrë vetëm punën e trullit.
Ne kemi komunikuar 2-3 herë, më ke thënë që do të mjaftoj, do ta mbaroj unë si punë, po nuk Jo, ka po se po më ke qenë jo i qartë këtu, prandaj edhe nuk e kemi kuptuar as unë as ata të agjencisë. Se trulli nuk legalizohet. Në mesazhin e parë po ta shohësh, do mbyllësh telefonatën tani. Jo, kërkoj fatura, domethënë jepeni një faturë që të paguash me bonotestari, edhe me lekë, është gjysmë për gjysmë edhe mbyllet si procedurë. E kuptova. Në mesazhin e parë se ne na ka ngatruar kjo legalizimi i trullit, sepse trulli nuk legalizohet, legalizohet objekti. Edhe kjo na ka ngatruar ne. Kështu që, okay, po mirë, prano ndjesën time atëherë. S'ka problema thjesht. Qëllimi kryesor është të mbyllet si punë më shpejt. Tani e kuptova, domethënë ti do faturat ose të paktën një përgjigje të saktë çfarë do ta marrësh sot përgjigje. Po, unë dua faturat që të më bien faturat që të bëj pagesën e të marr të certifikatën e pronësisë, kjo. Do ta marrësh sot përgjigjen kjo. Mirë, faleminderit. Përshëndes. Faleminderit dhe juve, kalojmë publicitet dhe vim pas pak në pjesën e dytë të programit, mos u largoni. Kthehemi në studio në pjesën e dytë të programit, ora 7:30 minuta, vijon komunikimi me ju në 068 99 00008 068 610 639 në këtë pjesë të dytë, për orën 7:15 në komunikim, dhe jemi deri në 8:30. Deri në orën 8:50. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Alo, Klodi. Përshëndetje dashur. Po, Klodi, s'ka gjë, si të duash. Urdhë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Jam një grua nga Beglia, nga Maçorishti. Nga? Nga Maçorishti, në fshatrat e Devollit. Fshatrat e Devollit. Po e dashur, më thuaj. Me zi dëgjohet, më falet e ka emocione, s'ka folur ndonjëherë. Nuk e di pse, duhet të më dëgjosh mirë tani. Ja një sekond të afroj këtë, unë edhe pse bëm pak zhurmë. Okej. Po tani. Kam bërë kartat për të dhënë pasu trashë kemi në djalit. Sem ka te kur burri dhe që edhe unë jam pjaki shumë dhe do t'ja kaloj djalit. Letrat e tokës më kanë dalë, ka 2 vite kjo gjithë shtu. Dhe që turte të shtëpisë, të shtëpisë nuk i kanë kalë për djalit akoma. Dami një kërkesë për para 2 viteve. Po pse nuk i ka kaluar? Po nuk e di. Dami një kërkesë, në thanë, dani një kërkesë, edhe ne i bënë 2 vite, dhe që s'kanë këse përgjigje. As mire, as keq. Nuk e di më ku si kam bejtur gjeja. Po jo. Kene një dokument që ke aplikuar? Unë e kam këtu, po s'ku ti unë që si ta japë më djallë, po gjunë si ta shë. Qiko, mundohet po kam që të kërkesën që kam bërë. Po mi, gjatë tyre 2 viteve ti s'ke pyetur në kadastër se çfarë ndodh? Po nuk u kam pyetur në kushin që asë atje që të veç. Kur të bëjtë, do ta shohëm kërkesën, kur të ashtu do të dërgojmë përgjigje, po ka 2 vit, i la 2 vit që në Kërkesën ju e keni bërë vetë apo me noter? Në noteri atje, në noteri e bëm atje me ku i bejnë. Ku bëm kartat e shtëpive e të tokës. Noterin e ke pyetur? Po i kam pyetur se thotë çdo është në rregull, thotë kur të dalë, thotë ku i gjundesh. Nuk zgjat 2 vjet ajo. Më jepi numrin telefoni që do më nxjerrësh dokumentin pastaj dhe të më japësh. Sa jap numrin e telefonit timin? Po, të ndim. 06 Sa 0? 69 24 Po 00 Po 736. Okej, faleminderit dashur. Faleminderit e ti. Përshëndes, ditë të mbar, shkoj me tjetër telefonues. Alo. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Ju faleminderit që më hapni telefonin dhe bizetoj me stacionet tjera, kam marrë një snerë, asnjëri s'ma ka hapur telefon. Ju faleminderit shumë për respektin që keni për njeriu. Urdhoni zotëri. Para 15 ditësh ju kam marrë telefonin dhe ju kam bërë një ankesë. Po. Kam bërë një piklidhje para 2 vjetësh. Çfarë? Kam bërë një piklidhje edhe OSHE-ja më ka vetësur sahat në të shtëpia. Kam 2 vjet që nuk ka dalë numëri llogarit, domethënë numëri i sahatit nuk ka dalë në sistem. Edhe unë dua të paguaj lekët, edhe nuk kam ku t'i paguaj se nuk ka dalë në sistem. E kam përcjell javën e kaluar problemin tonë dashur. E mbaj mend të rastin tënd, kemi përcjell para disa ditësh dhe këtë javë presim një përgjigje. Si mua janë edhe 3-4 veta të tjerë.
Okej, po problemin të në thashe, kemi përcjell dhe besoj brenda këtyre ditëve do marrim një seri Mirë, se çfarë do. faleminderit. Unë pas 10 minutë do i marr prapën telefon. Shikoj ku ka arritur. Se mora atë vajzën tjetër kujdesin ndaj klientit, edhe tha barba më tha mua nuk ka dalë akoma më tha. E kuptova. Okej, dashur, në momentin që na vi përgjigja do t'ja u përcjellim. Një ditë të mbar. Edhe juve. Faleminderit për telefonatën. Bukur shumë. Ikim me tjetër, alo. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes Kodi. Urdhoni. Si jeni, mirëni? Mirë si jeni ju. Ju përshëndes. Faleminderit. Kodi duhet të di Po. të vendimet e kthimit të pronave. Po, më thuaj. Kanë fuqi ligjore apo nuk kanë? Çfarë kanë? Vendimet e kthimit të pronave. Po. Kam një vendim numër XY që nuk është fyer prona. Kanë fuqi ligjore të kthehen apo s'kanë fuqi ligjore? Patjetër, po a ke bërë aplikimin për kadës në Albania për të? Dhe jo sa para ta vite kemi folur njërë bashkë. Tani kanë fuqi ligjore apo s'kanë? Patjetër, Ka mundësi të tërsohet prona? Edhe njëri dashur. Ç'lidhje ka me pronën? Ti do marrësh kompensimin fizik Jo, apo nuk është financiar? kompensim, është vendim të kthim. A për kthimin e pronës fizike? Po, kthimi pronës, vendim Po kthim s'ka pronës. lidhje patjetër që është ligjor ajo, po këtu pyetja është pse s'ta kanë kthyer. Nuk është kthyer deri më sot. Në qoftë të kujtohet, ka marrë një për vendim një noteri para ca vitesh, nëse më se di ke shumë vite telefonatës, se ma mend. Pa shumë vite se Nuk ka një lidhje që nuk shkon. Nëna ime është bie vetme e XY-it. Po. Nuk ka marrë pronën. Kam dokument zyrtar nga njësia që nuk ka figuron. Kush e ka marrë pronën? Mund të lidh. Se ti duhet marrë nga afër kjo ç'është nderuar. Ku jetoni ju? Ku banoni? Tiranë. Hajde një ditë që t'i shohim letrat edhe të flasim. Mirë, faleminderit. Asgjë të lutem. Edhe juve faleminderit. Presim telefonat tjetër. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Kodi. Urdhoni. Jo, kemi bëj në gjykatën administrative në Vlorë për punë viteve të humbura të kooperativës. Po. Edhe kemi telefonuar disa herë. Kemi është viti i tretë që kanë apeluar këta të sigurime shoqërore. Tash dua t'ju pyes juve. Kur e bëj gjyqin në gjykatën administrative në Vlorë, pala e sigurime shoqërore, a duhet ishte e pranishme në gjyq? Shiko, vendimi mund merret edhe në mungesë të tyre. Po, dakord. Dhe problemi këtu diku është, nuk është kjo, problemi këtu është që sigurimet shoqërore kanë detyrim për të apeluar. Ky është një problem që duhet zgjidhet, them unë, se për sa kohë dikush e fiton. Ja, sepse kanë vajtë sigurimet shoqërore dhe më kanë thënë se e kanë apeluar, nuk ka arsye asistent se kanë. Edhe një herë, jo, i dashur, një sekond. Sigurimet shoqërore kanë detyrim ligjor për të apeluar çdo vendim. Kësaj natyre, më kupton? Unë prandaj po them që ky është ngërçi dhe kjo duhet hequr. Duhet hequr se shumica e atyre që edhe që shkojnë në apel, jo shumica, po të gjithë prapë do e fitojnë. Problemi këtu është e vitet që zgjasin. Po pse ata më thonë mua tash që më thonë që pse e kanë apeluar, nuk e di për çfarë arsye, se s'kam pasur asnjë arsye për ta apeluar. Kush të thotë kështu? Ata sigurimet shoqërore. S'mund të thotë sigurimet shoqërore ndërkohë që sigurimet shoqërore kanë apeluar. Unë nuk kam qenë sa ai kur është bërë ky apelim. Dëgjoj pak i dashur, e ka detyrim ligjor sigurimet shoqërore për ta apeluar. Nuk i shmanget dot, nuk është çështje dëshire. Më kupton? Kështu e kanë vendosur ata, për mua nuk qëndron, nuk është korrekte. Sepse thash në çdo rast prap qytetari do ta fitojë edhe në apel. Po mos apelimi nga ana e sigurimeve shoqërore ul këtë të viteve. Se ti tani ke 3 vite thua. Pa ne edhe sa do shkoj. Kush i paguan këto vite? Kush e paguan kohën? Kështu që unë mendoj dhe sugjeroj që duhet të ndërhyhet me listë të posaçëm që në rast se qytetari e fiton këtë gjë në administrative, kjo të merret e mirëqen nga ana e gjykatës, e sigurimeve. Dhe të mos ketë përpjekje tjetër për ta. Ata do të bëjnë kërkesë përsëri tash për të hequr nuk e di ata vetë janë institucioni që më thonë këto gjëra. Jo, tani për sa kohë ajo është apeluar, juve do prisni vendimin e gjykatës. Vendimi i gjykatës, po vetë 3 vjet vajte ajo. E di dashur, dhe këtu problemi tjetër është që as ne nuk pyesim dot.
Tash kur të mbyllin syt neve atë do të. Ja, po fiks, se nuk doja ta thoja, s'është e rëndë, po që nuk e di, ata thonë të shikojnë praktikën një shtesë apeluar. Nuk ka lidhje fare, nuk anullohet ai tani. Thashë ka detyrimi ligjor. Nuk e di. Për fat keq. Falenderoj shumë për telefonatën e dashur dhe ju uroj gjithë të mirat. Faleminderit. Ju dëgjofshim presim tjetër. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Klodi. Urdhoni. Do të ditë mbarë. Edhe për ju. Jam ai personi për të marrë sepse nuk thyrë telefoni dhe nuk mund të lidhem dot në shumë me WhatsApp. Cili rast të lutem se s'e dëgjoj mirë? Ai rasti për atë certifikatën e shtëpisë në 5:22 në fund telefonit. Se më thej që do të kthej përgjigje me WhatsApp me atë me mesazh në mail. E di në datën 17-16 më ke marrë. Po. Nuk të mora për shkak disa angazhimeve atë ditë. Mirë, nuk ka problem. Kështu që do të telefonojmë sa po të mbaroj emisionin. Mund të më dërgosh atë numrin e të kujt? Lidhur me WhatsApp. Urdhë? Mund të më dërgosh numrin se nuk e kam atë numrin se më thyrë telefoni sa më shumë. Ja, po të shkruajmë tani këtu direkt. Shumë faleminderit. Të lutem. Ja, të lash një mesazh. Numri besoj është i njëjti. Shkojmë me tjetër telefonat, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Klodi. Mirëmëngjes. Desha të pyes, kam një trull për 450 metra katror brenda vizave të Tiranës. Të blerë në 2007 edhe me certifikat pronësie rreth viteve 2017-18, rreth viteve 2019-20 pandemisë. Është legalizuar një objekt mbi të, ndërkohë që trulli nuk ka objekt. Do të thënë mbi atë trull që s'ka objekt është legalizuar objekt? Po, gabimisht, do më thënë, dokumentat e një X personit që një të se mbaj mëndemi tashi, i kanë objektin e ti, e kanë legalizuar mbi tokën time, ndërkohë që toka është bosh. Po, çfarë keni bërë për ta reguluar këtë? Trulli figuron tashi me kufizim tek katastri hipoteka. Okej, po, shiko, përveç se problemi juaj, problem do t'jetë dhe për atë tjetrin që e ka. Për atë tjetrin mua s'më intereson. Jo, një sekond. Po nuk e thashin të kuptimin dashur apo. Do thënë, përgjegjësia e parë për ta zgjidhur këtë gjë takon atij. Sepse nëse unë aplikoj për një certifikat pronësie për objektin tim dhe më certifikohet në një truall tjetër, jam unë i pari që duhet të interesohen pavarësisht se të projektoj ajo gjë. Mbase nuk interesohet, mbase ka marrë. Atë intereson se ai se ka pronën hiç pastaj, kështu që ti bie që e ke ti atë, po nejse. Ku keni në rast se keni tentuar për ta zgjidhur, ku dhe çfarë përgjigje keni marrë? Jo, nuk kam tentuar, po thjesht desha t'ju pyesja juve, sepse e kam lënë pak pas dore në fakt duke qenë se në mbi truall nuk ka objekt. Ti truallin e ke të certifikuar? Po patjetër që kam certifikuar, me certifikat pronësie nga hipoteka. Okej. Thjesht është bërë. Ku ndodhet kjo? Kjo ndodhet brenda vizave të Tiranës, zonën e Shpozës. Cila kadastre ka? Kadastra Tiranës. Di po janë të ndara këto. Veri, jug, rurale, si janë? Si e ke? Ajo me shumë mundësi do t'jetë jug, Tirana jug. Më jep një numër telefoni dashur dhe të flasim pas emisionit. Atë këtë numër që kam që nuk e di nëse me këtë numër që kam. Ne nuk e nxjerrim dot, do lësh te regjia po ashtu? Po, jo, të them dhe ju. Okej, pa thuaj. Se kam problem. 0620 92 Okej, që të më nisësh këtë dokumentin e truallit edhe të interesohemi në kadastër. Mirë? Për këtë kam certifikat pronësie edhe një herë nga 2007. Po. Dhe vitit 2020, bik të truall 21, 22, nuk e di. Jena rregull. Nuk ka problem fare. Është legalizuar një objekt, por objekt... Po ju si e mësuat këtë legalizimin e objektit? Unë mësova, sepse shiko, gjatë 2017 e lash kolateral për dikë në një bank. Dhe rezultoi kështu pastaj. Okej. Jo, dhe ndërkohë që unë e lash nuk kishte problem. Pastaj më vonë, kur erdhi puna për ta lëshuar nga kolaterali, sepse mbaroi ai personi që kishte marrë kredi në bankë i velan kolaterali këtë, e shleu të kredin edhe duhet
Edhe pyeta për statusin e kësaj trulli, dhe trulli doli që kishte kufizim nga hipoteka, e kufizimi ishte që ishte legalizuar një objekt mbi të. Pjesërisht thoshte. Ndërkohë që aty nuk ka fare objekt, është trulli i bosh. Kuptova. Okej, do ta sqarojmë ndëruar mirë. Faleminderit për telefonatën. Po, e kuptova. Thjesht desha të di domethënë procedurën se si ku duhet të vete çfarë të bëj që ta heq këtë kufizim. Do t'ju sqarojmë pas emisionit, pasi të kemi edhe këtë dokument. Kam shkruar një mesazh tani aty. Okej, faleminderit. Faleminderit dhe juve, ditë mbar. Presim tjetër telefonues, zgjatëm pak, por alo. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes tash. Nuk dia jemi interesuar, a kam një përgjigje nga hipoteka për tek trajtimi i pronave. Keti. Si? Keti apo jo? Emri të lutem. Vjollca, që kam në emër të motë, Sofia Meta. E di, e dashur. Më thamë për këtë javë që na vjen sqarimi dhe besoj që po, sepse kam folur me personat përkatës. Pas atyre dokumente që më nisën. E di, shikoj, janë procese që zgjasin dhe me vite, dhe kemi folur dhe bashkë. Por aty te ju është pak më ndryshe sepse është kotësia ajo që kërkohet. Po bëhet 2 muaj pranaj. E di, më thash ka njerëzit kanë me vite aty, më kupton se e tillë specifika. Kjo s'do të thotë që do kesh ti me vite. Se është vendimi 94-s. Mirë Vjollca, në emër të Vjollcës është ajo, kështu që pa merak. Sofia, unë jam Vjollca. Pra e Sofia, në emër të Sofisë ti je Vjollca. Rrosh. U bëm si me binjakët. Të shumë të marrë një herë nga fundjava? Më shkruaj edhe në telefon se ti e ke numrin tim, kështu që. Po, rrosh. Mirë dashur. Faleminderit. Faleminderit shumë edhe unë për telefonatën. Ditë mbar, ikim me tjetër. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Vetëm ule zërin e televizorit, të lutem. Përshëndetje. Urdhëro. Unë kisha një problem. Kam bler një pronë nëpërmjet bankës. Po? Por nuk e kam të gjithë trullin. Po, si nuk e ke një pjesë? Një pjesë, kam një pjesë, nuk e kam trullin. Tash ajo është në bankë, është edhe pjesë. Si mund të veproj, si mund të ashtu dashin? Po çdo më thon nuk e kam, se nuk e kuptova. Nuk e kam në pronësi, në certifikat. Një pjesë e kam në certifikat, trullin. Një pjesë të ndërtesës, nuk e kam me certifikat. Një pjesë të ndërtesës apo të trullit? Jo, trullin nuk e kam komplet të gjithë. Se 130 metrë nuk e kam, 40 metrë si kam. Po do aplikosh për atë trulli, më vete? Jo, është nëpërmjet bankës, prandaj. Si nëpërmjet bankës? Po, është, si të them, e ka banka nga arkim, se nga që kanë marrë kredi ata, dhe unë kam marrë blerë për mjet bankës. Si mund të veproj? Edhe njerë, ku t'ja ke blerë këtë tokë? Nëpërmjet bankës. Jo tokë, ka blerë pronë. Po pronë është dhe toka, është ndërtesë. Ndërtesë. E ke blerë me kredi? Jo, me lekë kam blerë në bankë, nuk kam perdu lekët ata që e kishin. Edhe banka e nxori në ankant, pra. Në ankant. Dhe e ke blerë ti? E kam blerë unë, po se kam të gjithë trullin. Po pse nuk e ke të gjithë trullin në shpytje? Tash si mund të veproj? Po pra, po të pyes që pse nuk e ke të gjithën? Pse nuk e bleve që të fillim të gjithën? Po ashtu e kishin ata se trullin e kishin të përzirë ata, kishin vëllezër shumë dhe kishin të përzirë trullin. Tani ti nuk ke një pjesë të trullit apo një pjesë të ndërtesës? Jo, ndërtesën e kam komplet. Trullin se kam të gjithë. Do aplikosh më vete për trullin që s'ke? Ku të aplikoj? Në kadastër, aty ku ke marrë, në rast se ke marrë në njërë certifikat. Është në bankë, më falë. Po dashur edhe njërë, kush e ka certifikatën e kësaj pjese që ka ngelur? Po, ishë pronarët. Kush? Ishë pronarët ata. Po, atë takon ty kjo pjesë? Po jo, mua se unë ndërtesën e kam marrë. E ke marrë pra ndërtesën, po banka çfarë thot për trullin? Jo, si kam thënë me bankës, Dëgjoj pak. Që 2 veta ata dhe po pra po. Kam bërë edhe një kenoteri, Po mirë pra, po ti ke blerë ndërtesën apo trullin te banka? Unë ndërtesën edhe gjysmë e trullit, një pjesë të trullit. Po pra, po tani do të blesh dhe tjetrën ti? Po do të se nuk ndërtoj dot mbi të, prandaj.
Po nuk ndërtoj dot mi këtë. Nuk e kuptoj. Do ta blej tjetër, po si nëpërmjet bankës as si mund ta. Po nëpërmjet bankës po duhet e para një duhet parë statusi i kësaj prone, i kësaj të mbetur 40 sa metër orë, 45, 48. Kush e ka sot? E ka të ligjshëm, e ka në rregull, e ka të pangarkuar nga banka, e ka liruar banka, e ka në ngarkim. Nuk janë likuiduar, e ka banka atë. Nëse e ka banka do bësh deal me bankën. Do të komunikoj me bankën. Po patjetër siç ke komunikuar për ndërtesën dhe pjesën e trullit. Ndërtesën dhe një pjesë të trullit e ke në emër ton certifikat? Po, kam. Po pse se ke bërë dhe këtë tjetër në rast se takonte ose në rast se e ke blerë? E kam bërë se ata ishin 2 veta, ishin 2 vëllezër, edhe kishin të 2. E kuptova, po ti duhet të flasësh me bankën për këtë, çfarë statusi ka, në rast se është në ngarkim të gjithë bankës, po, në rast se banka e ka hedhur në shitje apo jo. Pra me bankën edhe këtë pjesë të mbeturit dashur. Më kupton? Vetëm me bankën. Po, patjetër. Vetëm ajo e zgjidh. Asgjë të lutem, faleminderit juve. Presim telefonat tjetër. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Klodi. Urdo. Alo, Klodi, më flas? Po, Klodia. Klodi, dhe se më të bëj pyetje. Bëje. Unë kam bërë një kështu, i gjyq. Çfarë ke bërë? Qesnore. Po. Më ta kanë kaluar në hotel. Ka 5 vite që as i përgjigje. E di ndërruar, e di. A drejsa me të pyet, i ta vite mu më shkojnë dëm, apo? Kjo do varet nga vendimi i gjykatës pastaj. Pra po fitova me fjalë, i ta vite, i apo jo? Po fitove dhe në rast se gjykata përcakton që duhet i kthehen edhe këto vite, po e fiton. Okej, faleminderit. Asgjë të lutem, faleminderit edhe ty. Ciao. Ciao. Kemi telefonat tjetër, mirëmëngjes. Uleni zërin e televizorit, ju lutem. Po, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, zotni. Mirëmëngjes. Si e? Mirë. Klodie? Po. Unë jam një zonjë nga Korça. Në 2009 kam dalë në kemp. Por vitet e punës më kishin humbu dhe kam bërë një gjyq. Kempin e përfitova se kisha 17 vite siguracion. Po. Edhe 5 vite i kisha në punojnë se qelë. Prandaj bëra gjyqin, i fitova, isha me 36 vite punë, dhe këto nuk mi hodhën punojësja e sigurimeve shoqërore e qova atje, nuk mi ka nedhur që të më delë të kempi më la, më ka dalë kempi 115.000. Po çfarë s'te kanë hedhur, se kuptoj? Vitet e punë, se isha me 36 vite punë. Ku ishe me 36 vite punë, se s'dole në pension? Në pension kam dalë të shi unë, po kempin kam dalë në 2009. Dhe më doli shumë pak, ajo punojësja nuk kur më dola në pension, ato më aere më komplikuan këto, më tanë që ti ke kaj vite pune, po të nuk të kemi paguar për... Po problemi është që ajo nuk thehet më, dashur. Nuk thehet më. Jo, nëse ka ndodhur në ato vite, jo. Tu tashi, ne ishim 2 veta me gjyq, a i fitovi 20.000 leka, se ja këshin marrë vitet e pune, dhe tashi ja këshin... Tani, ty nuk të llogaritën, e dashur edhe njërë, nuk të llogaritën vitet e punës kur dole në 2009, apo kur dole tani në pension? Jo, tashi në pension janë llogaritur mua, po në 2009 nuk mi llogaritën, si që mbarova gjyqin, nuk mi llogaritën për kempin. E pa, jo nuk thehet më, e dashur? Nuk thehet më? Jo, kjo pjesë jo, mendova se s'ta kanë llogaritur tani. Sepse nëse s'do kishin llogaritur tani po, mund të kthej. Po edhe tashi mi kanë llogaritur mua pak, më kanë dalë pensioni. Se unë kisha 20, me gjithë këto të kempit më beshin 20 vite punë. Nuk të llogariten ato ashtu e dashur. Llogaritëshin me 40%. Jo, ato llogariten kur ke dalë në pension? Po në pension nuk e mbaj mend, ku kam dalë janë nga 7 vjet kam. Sepse fakti që më the kam dalë me 36 vite, ka pak vite që ke dalë në pension. Që do të thotë dashur. Ja të shpjegoj pra, nuk të llogaritet e gjithë periudha e kempit, sepse kempit llogaritet aq sa vitet e punës plus kemp arrin periudhën maksimale të sigurimit, që në vitin kur ti ke dalë në pension ka qenë 36. Më kupton? Kur kam dalë në pension kam patur 43 vite punë. Po pra, 43 vite punë. Kur kam dalë në kemp, kam dalë në 36 vite punë. Kisha paguar dhe më shumë. Ato të kempit atëherë nuk të llogariten. Ndërsa në rast se ke jo, ato jo, dashur, ato kanë
Ka mbaruar punë. Ndërsa në rast se ke pak kënaqësi me këtë pensionin, dëgjoj pak. Po, në rast se ke pak kënaqësi me këtë, në Albania për 2 minuta bën një kërkesë për rishqyrtim ose rillogaritje pensionit dhe për disa ditë vjen përgjigja. Ndoshta mund të jetë llogaritur dhe gabim, këtu të kthehen lekët pastaj. Po unë nuk e di të bëj në... Do t'i thuash dikujt e dashur sepse duhet ta bëni juve patjetër. Mirë. Dëgjoj tash, unë kam patur... Okej, po duhet të shkoj në reklama e dashur, në rast se do më presësh në linjë për sqarim tjetër, mirë. Publicitet vin pas pak në pjesën e tretë. Kthehemi në studio, jemi në pjesën e tretë të programit, ora 8:03 minuta, vijon komunikim me ju për orës 7:15, mirëmëngjes telefonata. Në linja. Prap në linjë nuk ulon. Unë kam dalë në pension, sa doli ligji, dhe kam dalë në qershor. Vitet e punës i kam patur të tëra ndërmarrë. Po? Dhe më ka dalë pensioni një 200 Po shpirt ta thash këtë, të lutem, që t'u lëm hapësirën dhe të tjerëve. Do bësh kërkesë për rishqyrtim pensioni për këtë. Në rast se nuk e bën dot vetë, do t'i thuash dikujt. Mirë? Po vetëm kjo është mënyra e vetme. Po pastaj kemi dhe një pronë. Këtu në Korçë. Po. Ne kemi fituar në gjyq. Po. Dhe jemi nën të veta dhe nuk po na i ndajnë. Na i ndan njerë. Na dhanë, kemi marrë një certifikat nënqe, si që jemi të nëntër, që kanë qenë të nëntë fëmija. Dhe tash nuk po na i ndajnë me ku mund të drejtojnë. Duhet ta ndani vetë në kadastër e dashur. Në kadastër. Po. Po ne vemi në kadastër, ata na thonë që do zini një avokat, do zini çfarë duhet të zeni. Nuk e di, specifikat ja u thonë ata, por që kadastra merret me ndarjen. Në rast se ka nevojë për avokat, do merr një avokat. Po kadastrën tash i gjende me email duhet tam apo duhet të vemi në kadastër? Duhet të shkoni atje për të marrë një udhëzim për katës, ose shkoni te noteri më mirë. Të shkojmë në noteri. Po. Mirë, faleminderit. Të lutem, faleminderit dhe juve. Shumë faleminderit, u zgjatëm, faleminderit. Faleminderit. Shkojmë tjetër, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, Klodi. Mirëmëngjes, vajzë. Jo, ti të mbar. Faleminderit. Dua të bëj një 2 ankesa për kasar kodër numër 2. Këtu të zona jonë, Klodi, rruga është e pashtruar kur vjet çuni me makinë, gati dalin edhe gurët nga rruga. Edhe këtu është aty lexohet autobus dhe kasarit, ndalon një shek, nuk di këtu në kasar. Duam një gjysore dalim të mbikalimi. Edhe ujti nuk vjen si të është për të ardhur, kasari është prishur drita, gjysma rrugës ka, gjysma s'ka. Mëshme, di, mi ke thonë gjithmonë vetëm tek ti kemi besim. Jo, shumë mirë, mi ke thonë gjithmonë këto probleme. Vetëm tek ti kemi besim si je vetmi njeri në këtë vend që i mbaron punë të gjithë njerëzve. Faleminderit. Dhe domethënë kasari kodër numër 2 ka humbur komplet se kasar, s'ka një park lulishtje për mosën e tretë, për fëmijët e vegjël, kanë, për shembull duat të shkojmë edhe shkollën e kanë pas bërë para 12 vite, sa gjës është bërë këtu në kasar. Po, pra po. Edhe kështu që ujë s'ka, rruga është e pashtruar, drita s'ka, autobusin në shek nuk vje këtu në kasar që lexo autobusi kasar. Dje po vija nga Tirana për shtëpi, se jam edhe me tension të ulët, kam mbetur 2 herë në rrugë të ardh lart, nuk isha si një bë, se çuni është në punë. Nuk mund ta lej çunin pa punë të më shoqëroj mua kudo që të shkoj. Të mirë kuptoj. Edhe kështu andi të uroj gjithë Klodi të uroj gjithë të mira, edhe mirë të gjofse. Kështu e paske me të gjithë politikën. Jo, nuk ka politikë fare, vetë për ty, për zotin. Bëj shaka, bëj shaka, mos e vramo mirë. Kam shumë respekt. Në gjithë të mira, të shkojmë me telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Alo? Kemi? Presim pak qaste? Ku e këtë gjuar? Po mirë, presim pak qaste. Jemi në fillim të pjesës së tretë emisionit, 068 65 639, 068 99 00008. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes, dashur. Të lutem zërin televizorit, po e ule, po jo. Shumë mirë. Mund të folim? Po. Klodi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes.
Du me folë Klodi, duke që jam bëje mërzitshme, jam nga Rushtulli, i Suktit, për problemin e pallatit, nuk mund të ndodh ke shkallat se nuk është bërë asnjë i festim. Si gjo, as një puni dite një makinë nuk ishte tash blokoshin atë banjat. Neve vim tullar që të hymë ke shkallat. Nuk ka ma katastrofe, nuk u bo as si gjori lumotra. Që të them tyre, ti bosh hajër se ka mërzit disa herë që të ka punë telefon me ty. Ideja është që janë banorët ata që duhet të ngrijeni të gjithë aty për të kërkuar këtë gjë, më kupton? Po kemi dalë më Klodi, unë kemi dalë, kemi marrë atë palomën, e gjithë se ty të kam marrë disa herë, kemi shku ke bashkia, edhe atyre të makinës, bile i thash, pse erdhe ty, e mora kryetarin vetë. E mora kryetarin dhe i thash, pse nuk erdhe ti, ose një nga bashkis, me pa gjenën e këtu. Kanë pru tubët, lumnana, edhe i kanë thy 2 tuba atje. Nuk përmet vesh asë si gjo, nuk munimi do të rrim, patëm pashkët, nuk vishin do të njerëzit, logarit e keneve. Nuk e di, jo që të vitë fëmija, absolutisht. Po, nuk e di që ashtu bo, nuk u vo dorë, asiherë, nuk kërkoj mas lek, asi gjo se mi të kërku. Pa dhe neve pagujmë taksa. Gjitha neta, veti që do, tuk e neve fare ke palatët tonë po 4-5 vjetë. Shumë e drejtë. Qa do po të ishpresë dhe këty e kam... Ose të po shikove tashë, nuk është se ja e përcollëm në bëm publike, dhe ju keni nevojë për zgjidhje. Zgjidhje, ai që e ka ndërtuar duhet i jap drejtim kësaj. Po normal se pra. Sa vite keni ju që keni edhe ne kërkojmë që të bëjmë zgjidhje, se nuk është puna që të folëm në telefon me ty ose me tjetrin. Unë du të marr një rrugëzgjidhje asgjë. Atë i thash dhe atyre që kishin për makinat me zhbloku. Makinat s'kan na të shkoj, se do bëhet asoj të kanalizime. Po ku do bëhet? Do 4-5 vjet. Kam aty të shin ver. A ka administrator ajo kompania që e ka ndërtuar e dashur? Pardon? Kompania që kanë bërë ndërtimet aty, ka administrator, ka pronar, ka ndërtues, ka kush? Ke neve nuk ka, ke dy pallatet tona, se pallatet tona ka 35 vjet që e më, edhe ku është vetëm ata të bashkisë, atë me strator, se s'di me thonë. S'ka që jo. Për e thash, si nuk vinë, bje makinat i mu, po që ma bje makinë, shkën në kohë njerëzit për bajnë të tim, bje makinë, po që ma bje makinë, kur u shblokon, sa hargjonaftën, ata që keti punëtorët, që nuk kam faj. Po edhe ju si e bashki, hajde shkojë, ve dori herë. E për nuk rritë, dashmi s'kojën, kemi vanë tulla. A kam atur ma, në këtë ko. Disa herë shkënete kemi në zonin tonë, ma në bashki, me gjitha një kemi shku, mund ke bashkia durës kemi shku, nuk është, nuk e di, edhe neve sakë se paguj. E qartë. Se di... Ti faleminderit Klodi që më gjove. Po ju më zoj dakord, po më vjen keq se të kuptoj se çfarë situate je. Le rrugët me hudh 2 makina shapo, vetëm të vinë një në rrushku ke pallatët, vetëm çikoj një herë, vetëm çikoj se çfarë është u bë këtu ke neve. Gjitha neta është bëj diçka këtu ke neve, o Perëndia madhe, po të them motra jote ty. Hajde vetëm shikoni, vetëm çoni në një këtu vetëm çikojni herë se qanë gjene jeme, e ferra, kanë qenë këta gjojnët e vjetra, kinemate, këta s'kanë qenë, i kanë majtë kot, që na mytën mitskojnët. Okej, mirë dashur, se do metemi në kontakt, përqafoj. Ditë të mbarë, shkojme telefonat tjetër, mirë mëngjesi. Mirë mëngjes, Klodi. Mirë mëngjesi, dashur. Si jeni mirë? Si jeni? Jam familja që ju kam kërkuar për të ma parë ata aplikimin që kam bërë për oborin në përdorim në datë 3 prilua kam quar. Ku ma ke quar, dashur? Do më menin telefon, po asë një përgjigje nuk kam. Po ku ma ke nisur, Rozoj? Mos unë zito, se unë së të mbaj mund nga zërja, po jo. Në datë 3, vajza nga Italia o ka quar ke rrjetet sociale, ke... 3 shifrat e fundit të telefonit? 826 të telefonit tim. Kurse të telefonit që... Në datën 17 prill nuk mi e përgjigjur, është 6978 numri jot apo jo? Numri im është 826 në fund. Po pra 06978 dhe vazhdon pastaj, apo jo? Po.
Po, kam shkruar mesazh dhe nuk më e përgjigjur e dashur. Kam shkruar në WhatsApp ja që ndatë 17, ja ku e kam. Se s'dua ta tregoj numrin tënd publik. Jo, s'ka gjë të besoj më birë, po ke mesazhet. Nuk më e përgjigjur, prandaj ja po të shkruaj një mesazh tjetër dhe që ta shohësh dhe numrin. Ke ndonjë përgjigje? Ja, po të shkruaj një mesazh tjetër edhe të flasim pas emisionit, dakord? Mirë. Të kam shkruar prap, hape WhatsApp-in, zonjë sa aty i ke. Mirë, të përshëndes shumë. Faleminderit, djallë, faleminderit. Edhe juve, sepse nuk po e gjeja të ditë mesazhi që ma ka nisur vajza. Se është pak problem kjo kur kalon në për disa. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjes. Alo. Urdhoni. Alo. Alo, përshëndetje. Po ka zhurmë aty, nuk e di se ku je. Alo. Nuk e di po tani që? O, shumë zhurmë. Je në makinë më? Gjoni? Ka zhurmë të tmerrshme. E po tani. Kemi tjetër, mirëmëngjesi. Alo? Urdhë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Tash i gjë s'kuptoj unë. Ju i zgjidhni problemet kaq thjesht, kaq bukur, kaq rekohet. Punon kjo administrata shqiptare. Po, se di. Po pra, pandaj të bëj thirrje popullit dhe gishin kokën se dhe votojnë për këto partitë e reja më mirë. Për djemë të ri si puna jote. Okej. Falenderoj shumë edhe falenderoj ato prindrit e tu që të kanë bërë ty një djalë të mbar, superstar Allah qumësi që të ka dhënë mëna. Falenderit dashur, falenderit jetë gjatë. Shumë falenderit, edhe juve, t'jeni mirë. Gjithë mirat. Falenderit. Shkoj me tjetër telefonat, mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjesi. Un attimo solo per favore. Alo. Ciao. Alo, Un attimo per favore. Pse jo të shikoj shpesh dhe më vjen shumë mirë që ka gazetar kështu si. Faleminderit. Edhe do t'i ftoja gjithë ata që merren me njerëzit në publikun që të jenë po kaq të sjellshëm, po jo vetëm privat, po sidomos në shtet. Shumë faleminderit. Që të përgjigjen njerëzve në këtë mënyrë. Ma besoj që bota do ishte më e mirë, sidomos Shqipëria jonë e vogël. E vlerësoj pa masë, dashur. Kaq do të thosha. Shumë faleminderit. Kalofsh mirë dhe suksese. Suksese. Grazie. Faleminderit shumë. Presim tjetër telefonat, mirëmëngjes. Alo. Urdhë. Përshëndetje. Përshëndetje. Jam nga Ersheka, të kam marrë njëherë, kam gruan paraplegjike. Edhe mi kanë dhënë atë 150 që ta kanë masë, em djallit, ti shërbem, em gruas. Nuk janë kategori që nuk e përfitonin, dash. Jo, kjo e përfiton se edhe televizore dëgjoha. Po jo për tani. Se kjo janë me sigurime të dy këta. Zonja po jo djali. Po dhe djali dhe që i shërben, tha i shërben. Po jo pra. Po jo pra, zonja po, pagesën e këtij muaji kur e ka marrë? E morë më në 28. Në 28 dhe nuk e mori prap zonja? Po bën 2 muaj. Si e ka emrin zonja? Fluturie Metko. Si e ka zonja? Fluturie Metko. Fluturie? Metko. Metko? Po. Po babaj? Vajt. Banon në? Në shatin Qina, me shek. Kur e mori këtë pagesën e këtij muaji, çfarë i tha për bonusin? Po, ajo tha nuk e di unë që më kanë edhe këtu, tha, vatin dje në siguri me djali, po jo ja kemi edhe, njëra thash jo si ka edhe, njëra thash si ka edhe, dhe me shek që. Po, dhe sa për informacion 100 marri, jo 150. E po mi më 100... Jo, po të them edhe njërë. Ata që kanë mbi 200 marrin 50 të ky bonus, ata që kanë nën 200 marrin 100. Por gjithsesi çon si ka edhe 1 lek nëse i takon është i saj. Atë ashtu është, po. Do pyes unë sapo të mbaroj dashur. Faleminderit. Faleminderit. Gjithë mirat. Shkoj me telefonat tjetër. Mirëmëngjes. Alo. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Po. Klodi ndu. Klodi jam.
Klodi si nuk është. Mirë si jeni ju. Po s'kemi e Klodi. Urdhoni. Po ke unë fare për dhe. Pse? O, ka i vitësit ka marrë në telefon. Ta shi ma po të marrë prapë. Po, më thuaj. Ta shi po vjen behari më Klodi. Si t'ja bëjmë aty në stollave në lishtën. Jam nga lezha unë. Si jam bërë akoma ato stollat? Ja, më shku si bërë këtu kanë halë me harë drejka e darë, ka drejk, unë stolla është ta. Bërë. Ta e lulishte aty, në qëndër? Kanë me në kësojët me harë, po nësojët lemeri, janë me bëfë për vjetë tanë. Mos i bëjnë tani paraziteve, apo jo? Po jo, s'bëjnë gjithë paraziteve këta, kanë halë për punë shumë, kanë halë për stolla. Në në pensionista, u dalën rrim lulisht, s'ke kurri. Ves të vesin zëjsh pesi për të bëjnë dush. Po fatë thonë që është, apo jo, kotë. Kam betur kjo. Jesh mirë. Iki me telefonat tjetën 068 99 00 008, 068 654 639, mi mëgjes. Gjes, Klodi, se kalon mirë. Si jeni ju? Për pa ca ditësh, 2 javësh, e kusur, kemi diskutuar për një problem të kadastër e Durrësit. Po, cili rast? Edhe më thej që më dërgo atë dhe deklarimin. Para një 2 javësh. Po, cili rast të lutem, ma ke dërguar? Edhe ta kam nisur në Sanxar. Me emër? Petrit Toro. Petrit kush? Toro. E një sekundë, shmbyllur. Osu mërzita? Jo, e keq. Po, Petrit, e vërtet, ti ma ke nisur në datën 18. Nuk e di ndashtë. Po, në datë 18 ma ke nisur, po thjesht ka ardhur te këto mesazhet e fshehura, dhe nuk e kam parë në kohë. Ka problem, nuk ka problem. Një sekundë. Shtëpi banimi, Po. Po, dhe ky deklarimi është bërë në 2006. 2006. Ue, po më Petrit, nga 2006 deri sot s'ke marrë si përgjigje? Tani, unë atje kam paguar taksën infrastrukturës që kërkuan ka... Çfarë të merre? Më thanë që pastaj kesan për të dukur dalin faturat për paguar tokën, pastaj më thanë që problem tjetër. Kjo është një vokomosa 2012 si të mbarë këtë mendimi Këshillit të Ministrave për legalizimin e kësaj. E frikshme. Edhe tani përfundimisht kur aplikoj te Albania thonë që nuk është sistem. Masi pola me njërin që punon aty tha nuk kanë edhe të gjitha në sistem këto. Shiko. Unë nuk e di tani se si është problemi këtu. Jo, unë sot po e shoh mesazhin, kërkoj shumë ndjes, po janë disa mesazhe që vijnë të fshehura dhe duhet që më thot dikush emrin për ta parë. Dhe sapo të mbaroj misionin do komunikoj, dakor? Tani dhe një gjë tjetër, kam aplikuar te Albania për një certifikat trungu, që ka dhe 4. Nuk vjen certifikata, masi i dërgoj një email atyre të Albanisë, thonë tani do të interesoni sot të gjendja civile. E di, të njëjtën gjë më ka ndodhur dhe mua dhe nuk e di pse, për një certifikat familjare të njohurit tim, ndoshta ka probleme sistemi, por mos bëj aplikim tjetër, thjesht sa ka kaluar? Gjitha në 4 kam dërguar. Kur? Në datën 4 prill. Okej, më besoj, shiko, ka një 3 javë jo. 3 javë. Dhe tani atje thot vetëm 3 ditë pune. Çudi e madhe. Mas 3 ditë pune do të vi thot te Albania. Ta vëllai çka kuptimi ka u çosh edhe gjëra civile kur thotë do të merret kështu shërbim. Po. Te gjëra civile nuk është këtu, është në zonë tjetër, rreth tjetër. Sakt. Thash, një problem ka ndodhur dhe mua, nuk e di pse, ndoshta ka pasur probleme. Dhe një procedurë ndoqa për sa i përket kërkesës informacionit dhe tha që do i përpunoj gjendja civile. Mirë? Mirë, çfarë thënë, presim. Faleminderit, i nderuar. Ndërsa për atë do komunikojmë pas emisionit. Gjithë të mirë. Shkojmë me tjetër. Alo, përshëndetje. Alo. Mirëmëngjesi. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Uleni zërin televizorit. Dëgjoni. Flasim nga qyteti Elbasanit. I kemi telefonat tjetër në 068 99 00 008 068 60 55 469.
është zotëria që na thot gjithmonë për lumin e Zaranikës dhe ne po gjithmonë I tregoj 27 kronika që kemi bërë. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhëroni. Dhe Klodi më flas. Klodi jam. Kam një problem familjar. Unë kam një shtëpi të hipotekuar me dokumente me tëra, po e kam në emrin tim. Dhe dua të bëj një testament t'ia lë djalit. Po. Po më thonë që duhet të firmosin edhe të tjerë, më thonë. Kush të tjerë? Kush të tjerë? Të fëmijë të tjerë. Se kam edhe 2 fëmijë të tjerë. Shiko, në rast se atëherë, më dëgjoj pak I dashur. Po. Në rast se ti je pronari I pasurie të caktuar dhe je vetëm ti pronari I asaj, ti mund t'ja lësh kujt të duash. Ja të shpjegoj. Po, është në emrin tim, po unë kam. Të shpjegoj apo jo? Po. Atëherë, në rast se ti je pronar I një prone dhe je vetëm ti pronar, ti ja lë kujt të duash pa që nevoja për të firmosur të tjerë. Por në rast se kemi të bëjmë me një pasuri të përbashkët, në të cilën kanë pjesë edhe antarë të tjerë të familjes, përfshirë zonjën, fëmijët, duhet që edhe ata të firmosin se janë dakord për t'ja lënë vllajt apo motrës. Më kupton, pra ti s'mund të lësh testament për një pasuri që është pronë edhe të tjerëve. E kupton logjikën? Unë kam ndërtuar shtëpinë, I kam pasur dhe fëmijët, edhe gruan, po fëmijët janë martuar, tani janë larguar. Po pra, po sepse kjo prona ligjërisht është e trashëgueshme dhe fëmijët kanë pjesë në të. Ti do bësh këtë gjë tani. Fëmijëve do u thuash të firmosin që të heqin dorë nga pasuria në rast se ata do pranojnë. Dhe po heqin dorë ata nga pasuria ti vetëm emrin. Si? Në certifikatin hipotekor është vetëm emrin. Po pra, po duhet firmosin ata sepse janë bashkëpronar me ty. Në çfarë do lloj formë, pavarësisht se certifikata është në emrin tënd. Në çfarë viti janë martuar fëmijët? Po kam në 10 vjet. Okej, kështu që u takon edhe aty I dashur. Është e përbashkët pasuria aty. Nuk ka rëndësi domethënë emri që është I përveçëm. Jo, nuk ka lidhje se ajo ligjërisht do të prit se ka edhe të tjerë këtu, se kanë qenë në trung të familjes kur është bërë shtëpia. Të lutem I dashur, faleminderit edhe për telefonat. Po, kështu veprojnë, ka thënë sakt. Shumë të faleminderit. Të lutem, faleminderit edhe juve për telefonat. Shkojmë me tjetër telefonat, kemi kohë? Po, edhe për një tjetër. Alo. Lodja mirë, zot Niklot. Nuk kemi, presim pak në 068 99 00008, 068 610 639, më bie një numër telefoni ka ja 20 minuta. Kështu që kalojmë publicitet që ti përgjigjem dhe kthehemi pas pak në pjesën e fundit. Programit për ditën e sotme në këto 20 minuta të mbetura, mirëmëngjes telefonata, përshëndetje. Kemi? Presim pak. Okej. 068 99 00008, 068 60 54 639. Alo, përshëndetje. Me do pas edhe kishte, po, në rregull. Okej. Nuk ndalon. 8:30 ora në komunikim për orës 7:15 minuta në këtë pjesë të fundit, si për herë në 068 99 00008, 068 610 639. Po jo, pra mund ta hap telefonin. Keni numrat në ekran për të telefonuar, ju lutem, se 26 herë ka rënë dikush në telefon. 26 herë. Okej, kjo do thotë që këmbgulja në ndonjë rast edhe nuk jap. Dhe pse duhet të themi të kundërtën e kësaj. Okej, alo, mirëmëngjesi. Alo. Mirëmëngjes. Alo, Klodi. Urdhroni. Jam Tana Fjerja. Po? Kam një palë shtëpi që do t'ja dhuroj ati quni. U le zërin televizorit, lutem. Edhe tani do të di, për shembull,
Ule zërin televizorit. E ula. Po, e ula. Po. Edhe do të dy veprime tani që tani unë vetëm me gruan kanë qenë, gruaja ndavë në jeta tani Ule zërin televizorit hera e fundit, zotëri. Ka të drejta të vinë për filmosur. Por ju çfarë doni të bëni me pronën? Unë do t'ja bëj atë nipit. Po është pronë e trashëguar ajo, nderuar, kam pjesë edhe fëmijët. Po ata i kam të ndarë, unë i kam marrë vetë me gruan në shtëpi. Po, okej, nëse ke tonë, jepja nipit pastaj. Shkoni te noteri, theme dhe jepja një kaloja një ati. Po noteri, vajta e pyeta unë thotë që kanë dhe firmosin e djali e qupa. E shikon pra që të thash, të njëjtin gjë edhe unë, duhet firmosin dhe ata. Faleminderit nderuar. Shkoj me telefonat tjetër, ora 8:32 minuta, më duket se sqaron deri në e parë. Nëse, alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Kam edhe një tokë, kam 7 vite që kam edhur. Edhe vata në komunë di mësiri politik zonës në pavat Dyshit. Po? Edhe janë kohë 2 personat që kanë, ja si ku e kanë ata, prona ka shihimja, dhemë për dhemë, edhe... Po? Edhe, po, ma topografin, i ora letrat, më thamë topografi, tas topografi, figuroj një këtu gjërë, nuk figuroj një taj, i dhe taj. A një kam 7 viti që kam mjë dhe rëpat pronë, e dhije më thirën në komunë që vajtën dy që janë konë, që kanë qenë tekne, kanë qenë dhemë për pandemi shmeqarë. Edhe prona është shimja, tani unë i kanë dy dhe rëpat pronë. Tani më thotë po, dhe i komunës ati, thotë që arti e ke me shumë, me... Nuk t'i do të thotë e ke me probleme, thotë, me njerëzit. Si ku e ka me probleme që unë e kam pronë... Çfarë probleme është? Probleme që kanë dalë komisionin natyrën, po në atë kohë se të qenë urishte ajo, urishte kështu, po i dalë komisionin natyrën, atë kohë. Edhe këtë person tani ka marrë tokë pa stap, edhe ka qenë nisë me qatë teknik, ka qenë dhe mba demi. Unë kuptova, po shiko, oj dashur, edhe njërë. Po. Që ka probleme kuptuam, po çfarë probleme ka prona? Probleme është këtu që prona e i person nuk ka aty për atë pronë. Kush person? Personi që përbet debate, kam debate unë që më shumë polici dje. Ore, kush e ka këtë pronë tani? Prona e shimja. Me çfarë dokumente është shjotja? Me përmeve në vjetë. Si? Përmeve në vjetë. Ore, me çfarë dokumenti është e juaj, ai dashur? Dashbe të parat, dashbe të dytat. Cilat të dyta? Parat që gjithë në kohën e parë. Është quhet shtetë, po shtetë quhet ajo, faktikisht. Dashur, në rast është tokë shtet, nuk është as e jotja as e atij tjetrit, është tokë shtet. Dhe ajo që ti duhet të bësh, është të aplikosh në kadastër për ta blerë. Sepse në rast se toka është shtet, dhe ti ke kaq vite që e përdor, do aplikosh në kadastër për ta blerë atë. Më kupton se vetëm kështu e sheshoni këtë diskutim pas. Edhe në momentin që ti e blen, pa isesh me certifikat pronësie dhe e ke tënde. Ja, i nuk është, unë i kam me letrat e vjetra, unë i kam. Në rregull, po këtë procedurë do bësh, do aplikosh për ta blerë, meqenëse është tokë shtet, dhe e ke ti pastaj. Po faleminderit. Asgjë të lutem, faleminderit edhe juve për telefonin. Ecim me tjetër, jemi në 15 minutat e fundit, mirëmëngjesi. Alo. Kurva. Mirëmëngjes, uleni zërin televizorit, ju lutem. Po. Urdhoni. Alo. Mirëmëngjes. Mirësi. Urdhoni. Klodi jam. Po, Klodi. Mora dhe para një jave, jam Gjergji, dhe falenderoj një se unë po pise ka qënë nuk me erdi. Sa të thash ty me erdi përgjigja. E këtë, dhe me dita jote, puna jote, dhe falenderoj shumë. Për cili rast gjesh të lutem? Po, për rastin e sigurime shoqërore, për punë e pensionit. Po, e mbajmën, kemi folur pra disa ditë.
Tashi letrën e mora unë, edhe si mas asaj që më thot për pensionet, prapë s'ka llogaritur asnjë gjë ato. Pse mo? Ja, vitet mi ka dhënë rregull. Kurse llogaritin e pagës të pensioneve e ka llogarit vetëm, ja po ta tregoj unë se si ka llogaritur. Ata thonë që kanë shkruar, e kam stampun letrën, edhe thonë, theksoj se pensioni nuk llogaritet në bazë të kualifikimeve, por me profesionin që ju keni ushtruar. Ju keni ushtruar profesionin e anxhezatorit dhe punëtorit sustave, që nuk është e vërtet. E ke parasysh? Një. Pastaj, pensioni thot është llogaritur me pagesën referuese, çdo më thënë C12 2795 lekë. Se di duhet të ma nisësh këtë sqarim që ke marrë dashur mirë edhe e flasim prapë. Jo dhe që ti. Se këto si mas llogaritur kjo ka llogaritur vetëm thot në majë e sedave, pagesën referuese thot. E kuptova, që mos e shpenzojmë kohën këtu, do flasim në një moment tjetër, dakord? Bashkë. Që të më nisësh dhe dokumentin që ka nisë. Apo do më japësh numrin e telefonit, do tregoj edhe këtë unë. Do ja japësh numrin e telefonit. Mi që ta tregoj me WhatsApp. Okej, dakor. Ta shikosh edhe flasim. Faleminderit shumë. Juve faleminderit. Je shumë i mirë. Je mirë. Shkojmë me tjetër telefonues, mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Uleni zërin televizorit, ju lutem. Ja kam urë zërin televizorit, po dëgjoj. Në moment që mund vjen zëri nga ty, të përgjigjet direkt. Ule zërin televizorit, të lutem. Alo. Po dëgjoj shumë mirë. Po. E desha të pyes për diçka. Më thuaj. Ato ligjet e parlamentit lidhen me referendumin dhe për zgjedhjet, në vend të bofsha u di që i ka me shumicë votës të theksuara quhet, e i ka bërë Rama dhe Berisha më zgjidhë. Po edhe? Në zgjedhjet këtu përfundimisht dalin si mas jepit të Ramës dhe të Berishës, dhe logjikisht i bi që dëshira e popullit që votojnë siç duhet, votojnë për masifit vetë, pavarësisht se keni në 7 kombët qoftë ka Berisha, qoftë ka Rama. Digjet që kanë bëu ato, përfundimisht jetë përfundojnë siç do Rama ose Berisha. Apo kam gabim Klodi? Që kjo për djalë të shkollur dhe zgjuar apo jo? Keni opinionin tuaj dashur, nuk ju ndërhy. Po patjetër që kam opinionin. Më thuaj. Si thotë kam gabimun? Nuk i fare dashur. Unë jam këtu për t'ju dëgjuar juve dhe për t'i dhënë zgjidhje problemeve, për të përcjell problemet që ju. Besoj se po më dëgjon me zë po flas më bëj. Me shumë vëmendje dashur, por nuk kam asnjë opinion për këtë që thoni. E kam gabim? Nuk kam. Sikur po të vjen një për shtremosh, nuk është. Po shtrembohem unë? Të shtrembohem unë për atë që thua ti? Po të vjen një, prandaj po them. Oj dashur, edhe një herë. Unë mos e gojëm plot që ti popullit mirë po. Oj dashur. Mi ma bëjnë dhe mua, mi ta bëjnë dhe ty, ë? Se çfarë mendoj? Ti do thosh që kam Terezion. Edhe unë Terezi kam. Dëgjoj pak. Maskarada këtij populli ka shku cikën rresht. Nga mjekësia, nga drejtësia. A do më lësh të flas apo jo? Nga pagesat. Pranoj të lutem se e gazetar, por te nga pensioni apo jo? A do më lësh të flas apo jo? Të flas unë apo s'do? Po patjetër. Atëherë, dëgjoj pak i nderuar. Unë do të bija dakord me juve. Vetëm në rast se Edi Rama dhe Sali Berisha do na kishin ardhur nga kometat, nga UFO-t. E kuptoj drejt. Dhe në rast se jemi kështu, si e shpjegon zotëria jote që janë po këta 2 njerëz ose 3, po themi maksimumi, që udhëheqin vendin në këto 35 vitet e fundit. Edhe do vazhdojnë akoma në 40 vitet e fundit. Po, shpjegimin kam thjesht fare. Jepi. Është politika e kujt? E sistemit komunist. Ushtrembrove. Kanë qenë dhe janë, jo s'po më kujtoj të emrin. Ushtrembrove se gjithësisht. Nuk shtremom unë. Unë jam drejt fare. S'të dalin fjalët, jo. Ma dalin fjalët për bukurin. Po se më themua çfarë pra? Ja urto hajde. Fajle ka ky popull, Ramizalin desha të kujtoj. Hajde vllai pra, ti je mirë. Ktu mbyllet çdo gjë. Se më thua mua jo kështu, jo njerëzit nëse se duan diçka e refuzojnë, nëse duan diçka e marrin. Kështu që më thua tani, jo kështu, jo ashtu.
për sa kohë ku njerëzit ja kanë dhënë kapistallin, urdhro, mbaj dhe ec përpara. Pundemia pastaj, në Terezia apo jo, kjo është merit apo dështim im, çfarë ka se si kam pundemia. Unë si ju ankohem juve apo jo? Kur them juve, jo të gjithë, juve për respekt. Nuk të ankohem ty, për ta kuptuar. Shkojmë telefonat tjetër, mirëmëngjesi. Alo. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, Klodi. Urdhroni. Na plazhi Durrësit po flas. Po, urdhë. Të lutem shumë. Ule zërin e televizorit, të lutem. Po e ul. Kemi gjithë vite që jetojmë këtu në plazh në Durrës. Po. Edhe këta na kanë mashtruar këta që na kanë vënë për këto hyrjet. Edhe do të jap sot tapit, do të jap nesër. Neve I kërkojmë domethënë tapit dhe kur vinë të zakonisht të fushatët, çka do japin ja siç kanë ardhur në votimet, çka do t'i bëjmë neve këto, do t'i bëjmë ne çka do t'i bëjmë neve, dhe as edhe një gjë. Jo e ka pronari, jo s'ka mbaruar. A kanë do të kenë gruzhire për neve të lutem, nëse ka mundësi. Po duhet të shoh dokumentin i nderuar. Neve kemi vetëm letra domethënë që kemi bërë nga firma. Kemi paguar gjitha detyrimet. Po, a keni aplikuar në kadastër? Ku? Nuk aplikojnë do të në shpallat 10 kaq. Po edhe? Se cili për vete, pra, pallati është marrë ndërëzim, është legalizuar? Jo, nuk është marrë ndërëzim pallati, akoma. Atëherë duhet flisim me ndërtuesi, me pronarin tash. Po ku ta nuk gjenden më zemrë. E di, po nuk ka rrugë tjetër. Ose do bëni një përfaqësi e caktuar aty për 10 apo 15 njerëzish. Po. Në pallat që t'i bëni një letër kadastrës për t'ju dhënë zgjidhje ata. Këto dy mënyra janë. Po, siç është ka për Tiranë, aty do të më dëgjojnë në Tiranë, po nuk në Durrës, nuk do bëjë bashkia dhe të ketë komisione që pallati se ne kemi mbetur në mëshirë të fatit. E di, po këto dy mënyra janë, ose do komunikoni me to ose një grup prej 10-15 familjarësh aty, pronarësh të apartamenteve, do shkonin kadastër. Po më fal, këta thonë që nuk e ka ndërzuar pronar, nuk e ka ndërzuar pronar, se s'kanë leguduar pronar të tokave të ligjshme. Nuk bëhet derisa të rregullohet kjo pastaj. Nuk bëhet, po mirë, neve u plagëm, faleminderit shumë edhe. Faleminderit edhe juve. Faleminderit, respekt. Gjithë të mirat. Ditë të mbarë, shkoj me telefonat tjetër. Mirëmëngjes. Alo. Alo. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, Klodi. Urdhroni. Jam qytetar nga Fjeri. Po. Kam djalin po bën 26 vjet në Itali në shtetat italiane. Edhe këtu kërkojnë këta të bashkisë kërkojnë takset. Kërkojnë takset dhe jo gjelbërime, jo këto. Po duhet njoftuar me shkrim bashkia I dashur. Urda? Duhet njoftuar me shkrim bashkia që ai nuk është këtu. Ai ka një shtëpi këtu, se ka paguar, se kam paguar unë deri në 2015-ën, ja kam paguar unë pastaj. Në 2017-ën ja kam paguar unë këto gjelbërime, se ka qenë në emërtim shtëpia. Edhe në 2017-ën edhe këtej është pa paguar shtëpia tia se e ndava. Edhe pse do të paguaj që është në shtetas italian, kjo vjen 10 ditë, sa po ja u thash? As kontrat dritash nuk ka se I merr nga unë, se kam patur lidhje shtëpi, ka qenë në emërtim edhe duhet që patjetër të bëni një letër me shkrim nga tani tutje, për ta njoftuar institucionin që ai nuk është më këtu. Vetëm kështu nuk të vjen më taksa. Do një letër me shkrim nga kush, nga djali? Ose juve mund t'ja bëni bashkisë, njësisë administrative aty. Duhet ta njoftoni për. Më kupton? Kështu funksionon, se kemi pasur edhe raste të tjera. Në shtëpinë paguaj taksën e shtëpisë nga 2017 dhe këtej. E dëgjova. Që ja kam dhënë, ja kam dhuruar atje. Bëjeni këtë letër ku njoftoni institucionin që nuk ndodhet në Shqipëri dhe është atje. Dhe vetëm kështu e zgjidhni, dakor të dashur? Në rregull. Falenderoj shumë. Mirëpafshim. Ditë mbarë për juve. Faleminderit.
Jemi në 3-4 minutat e fundit. Alo, përshëndetje. Alo, Klodi, mirëmjes. Mirëmëngjes. Si ke vaj? Si jeni ju? Gja, adresi kam i problemon. Më thuaj. Atje këtu në Kruj, na u kanë ndjek letrat më kadastër. Çfarë është bërë? Ku mund letrat më kadastër në Kruj, na u kanë ndjek letrat e tokës. Ku mund i kërkoj, mund i gjem. Në kadastër, i ke në sistem prapë. Po, më kadastër shkrujës nuk na figura emri, se janë ndjek. Po mirë, okay, nëse janë ndjekur atje, a i ke letrën? Po s'kam asë lloj letrë, unë që shtokat e hesh, unë do mi i gjetë. Po çfarë janë ndjekur pastaj? Po s'ka në venëm Tiranë me pas për t'i gjetë me arshivë kryesore. Edhe një, po çfarë është ndjekur kur s'ke dokument, o i dashur? Bollaki kanë pasjen dokumentet e kur. Edhe një herë, po kush, po ti thua s'kam pasur dokumentur. E ka pas dokument. Ore ti. Unë s'kam veç. Nëse s'ke dokument ç'të duhet se çfarë është ndjekur pastaj. Ja, s'kam se na i mojmë me këtë promes 6701. Edhe një herë, 7501. Aplikon kadastër për të marrë certifikatën, zotëri. Po prapa atje shkojmë me kohë, thonë nuk gjinen. Jo, s'ka lidhje. Duhet të aplikosh i dërua. Të aplikojmë kadastër të Kros, a? Po, aty ku është prona, ku ndodhet prona. Faleminderit. I kemi telefonat tjetër në këto momente të fundit të emisionit për takimin e sotëm. Alo, përshëndetje. Edhe jemi në gjesë, Klodi, jo përshëndetje se rojë ditë mba. Po, urdoni. Nga Gjirokastra. Po. E çfarë e në fakt është që pasere ne kemi vitë problemin për pjesën e mjekësisë dhe gjithmonë kemi munduar që më ka ndodhur një rast konkret, ka qenë unë jam kuruar dhe kisha ftoje të rënd. Po. Kam bërë vizitë në spitalin renal qytetin Gjirokastrës. Në bazë të kësaj më jep një kokër, e cila duhet dhe pihet në drekë, me kohën e drekës sepse do ushqim të fortë. Do ushqim të mirë, do një ushqyrje ndryshëm nga darka ose dhe mëngjesi. Ndërkohë që doktoresha, pneumologe për mushkrit, më thotë se duhet ta pish në darkë. Ndërkohë që kisha të 4 ilaçe që duhet i pija në darkë. I kem pirë dhe 4 dhe më pas orës 23, kam qenë pothuajse në spitalin e Gjirokastrës. Një reakcion, do thënë nga kokra, po një neglizhencë do thosha e doktoreshës, pneumologe, e cila përmes kësaj gjëje po e them sinqerisht do të bëjnë shumë kujdes me mënyrën se si të paktën u shpjegojnë recetat që u japin pacientëve. Sepse ndoshta një gabim i tillë me kokrat, unë kam rast tjetër konkret ku shërirën, që është dëmtuar nga mjekët dhe sot ajo është me dializë. Kurimi i gabuar i mjekëve. Po sa pacientë të tjerë ka. Kështu që duhet të bëjnë kujdes dhe të mbajnë përgjegjësi për atë çfarë japin si recetë dhe mbi të gjitha për shpjegimin që u japin recetave për pacientët, sepse nuk bëhet çka me jetën, nuk bëhet çka me shëndetin e njerëzve. Jo e drejt, po patjetër. Patjetër që po. Kam qenë me 40 temperaturë mbas pirjes atij ilaçi, e kam pirë të fundit dhe kam qenë me 40 temperaturë dhe me tension të ulët. Kam shkuar gati në gjendje të fikti. Po. Je më mirë tani. Je më mirë tani. Po, tani më mirë, dola kam dalë rreth orës 3 nga spitali, pasi bëra serumin, isha më mirë dhe kam dalë, po që realisht më bëri shumë përshtypje dhe kur kam shkuar pastaj kur e ka parë doktori tjetër, ka thënë kjo është për në drekë, se këtë ilaç pive në fund më tha, ose të parë ne ja shpjegova, kjo është për në drekë, s'ka rinjë darkat. Okej, se s'kemi më kohë, fatos të shkuara. Jo, përshëndetje. Shkuara dhe kalim të shpejtë të situatës, ishte gjithçka për sot, faleminderit që na ndoqët, do bë pjesën e takojmë gjatë ditës në lajme, ndërsa nesër në emision. Ditë bukur.